e ka përjetu dhimbshëm, është mërzit pejgamberi sa me vdekjen e Hatixhes, se ka jetuar edhe gjatë kohë pas vdekjes së Hatixhes, apo jo? Jo dhimbshëm. Jo dhimbshëm. U quajt viti i dëshpërimit. Po. Ka qenë i dëshpëruar shumë. Është mërzit shumë pejgamberi alayhis salam. Dhe ne krahasim me burrinë e pejgamberit jemi shumë larg. Është mërzit pejgamberi alayhis salam. Dhe këtu ka edhe një histori shumë interesant. Ka një histori shumë interesant. Kur ka martu pejgamberi alayhis salam Zejnebin. Të lutem, më pak një ndërprerje të vogël. Me siguri të dosh me fol për qaforën e Hatixhes. Qafore. Andaj ta shpërndoj me shikues. Qaforja e Hatixhes. E para e punës duhet ta di çdo kush kur përmendet qaforja e Hatixhes, nuk vojt fjalë për ndonjë qafore që ka kushtuar 10.000 euro, 20.000 euro. Ka qenë diçka shumë e thjeshtë. Ndoshta në vlerë të pareve, të monedhës, s'ka kushtuar hiç. Ka qenë diçka që është lidh me jetën e Hatixhes. Është lidh me atë që gjithmonë i dërguari i Allahut kur e ka pa ata, është kujtuar tek Hatixhja. Dhe këtë qafore, në mungesë të kushteve për dhuratë, Hatixhja radiallahu anha ja bën vajzës së saj, Zejnebit. Dhe Zejnebi e ruan me shumë kujdes këtë. Fanatizëm thellë. Ka qenë diçka shumë me madhe ka qenë. Dhurata e nënës. Është e papranueshme kur dëgjon teksa një unaz nëna e ka lënë një vajzë dhe e shkon e shet. Ose e humb, ose nuk e ruan. Këtu ka mungesë bajgi të madhe të respektit. Dhe tani atë e mban Zejnebia. Pejgamberi alayhis salam sa herë që e shihte në qafën e vajzës, ja kujton të Hatixhes. Islami, pranimi i Islamit, vendi ku ishte martu Zejnebia, sprovohet buri i Zejnebes, jo musliman. Jo këtu, të mbaroj historia, del në luft, kundër pejgamberit alayhis salam. Dhondri. Në luft zihet rob. Dhondri. Zihet rob dhondri. Dhondri i të dërguarit Zotit, por që ka ardhur të luftoj të dërguarin. Këtu flasëm për dy gjëra që janë treguesi dashurisë së madhe. Kërkohet pagesa e lirimit të robërisë. E kupton? E qartë. Gjëja më e shtrenjtë në jetë që e posedonte Zejnebia ishte kjo qafore. Tani për të liruar një tjetër të shtrenjtë nga robëria, burin e saj. Dhe kërkohet që gjë tjetër s'ka. Problem është kjo qafore. Dhe kjo qafore për ta liruar të dashurin. Kalo pak atje. Atje kalo pak. Gjendje lufte. Nëna ka ndru jetë. Buri është rob. Tani, atë që i ka rujt me fanatizëm duhet të nxjerr nga qafa. Për kënd? Për një të dashur tjetër. Edhe kjo qafore në shenjë lirimi nga robëria bie në dorët e kujt? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mas një kohë bajgit madhe bie në dorët pejgamberit. Suna e kupton ti vëllau jem bie qaforja në një rrugë komplet tjetër. La ilaha illallah. Diçka shumë e madhe, shtrenjtë. Që mban aromën e Hatixhes. Që të kujton Hatixhen. Edhe bie në dorë të dërguarit të Zotit. Gjithë ato vujtje që i ka hek që ti i ka, çajtore. Duhet domethënë tani për këtë me shlu robin. Por ama pejgamberi alayhis salam në kontroll. Në luftë nuk kishte dalë vetë. Ishte komandant, ama nuk kishte dalë vetë. Ishte në shoqërinë e sahabëve. Edhe shkoni dërguari i Zotit. Ajo më e bukur dhe më e mira
është se e merr mendimin e sahabëve. Nuk e shfryzon rastin që është lider, me thonë, a di çka, lironi këtë dhëndrin Çfarë tem. boni? Çfarë jetu bo? I thot, duke ju folë, çfarë ka në dorë, çfarë i kujton, jo përmend sahabëve. Në atë moment nuk ngelet sahabi që nuk emocionohet Çajin këtë. nga ngjarja që ju përmend pejgamberi alayhis salam, çfarë ka në dorë. Dhe krejt një zëri. Krejt një zëri. Japin vendimin që të lirohet në këmbim të kësaj edhe përsëri qafarja të kthehet kujt? Të kthehet pronarit të saj. Kjo ishte tregues i madh edhe i dashurisë së Zejnebit, edhe i dashurisë të pejgamberit alayhis salatu wassalam ndaj Hatixhes, dhe krejt kjo ndodhi pasi që kishte ndru jetë Hatixha. Se dikush thot, jo, harrohet, jo, dashuria për hir të Zotit nuk harrohet, po edhe mend nuk të qetë. Mashallah. A dashuria, jo në emër të Zotit, harrohet në momenti qetë. Kjo është ajo që Shumë e qartë, do ta shumë. kemi parasysh.